Muaji që ndryshon gjithçka. Nëntori po aktivizon fat, para dhe dashuri për të gjitha shenjat. Ky nuk është një muaj si të tjerët. Në nëntor, energjitë e universit do të trazojnë gjithçka që ke ditur për fatin, pasurinë dhe dashurinë. Portat e reja po hapen dhe vetëm ata që janë gati do i ndjejnë. Nëse ke pritur ndryshim, nëse ndihesh i lodhur nga pritja, ndije. Kjo është periudha ku gjithçka kthehet në favorin tënd. Parat, lidhjet, vendimet e mëdha. Çdo gjë po riformohet sipas vibracionit të shpirtit tënd. Mos e humb këtë video, sepse universi ka zgjedhur nëntorin për të bekuar. Dashi, nëntori do të japë mundësinë për të nisur gjithçka nga e para, dashi. Yjet po ndriçojnë fushën financiare dhe po të tregojnë një drejtim të ri që mund të sjellë fitime të papritura. Në punë, një propozim që duket i vogël mund të kthehet në burim të ardhurash afatgjata. Universi të nxit të marrësh guximin që ke shtyrë për muaj me radhë. Ky është momenti yt. Në dashuri, zjarri që ke ndjerë dikur mund të rindezet fuqishëm, por këtë herë vetëm nëse je i sinqert me ndjenjat. Një person nga e kaluara mund të rikthehet për të kërkuar falje dhe zgjedhja do të jetë në dorën tënde. Në fund të muajit, një mundësi financiare e papritur do të vërë përballë një vendimi që kërkon intuit, jo frikë. Nëntori të mëson se parat dhe fati ndjekin guximin, jo sigurinë. Mos haro. Ajo që kërkon është më afër se ç'mendon. Demi, për ty, Demi, nëntori është muaji i stabilitetit që vjen pas tuhis. Në fushën e parave, më në fund do të ndjesh qetësi pas një periudhe pasigurie. Një investim apo ide që e kishe harruar do të ringjallet dhe do të sjellë frymëmarrje financiare. Në punë, ndryshime të vogla do hapin rrugë të mëdha. Në dashuri, lidhjet që janë sprovuar gjatë do kalojnë në një fazë më të thellë. Ose do shërohen, ose do përfundojnë për të hapur një kapitull më të lumtur. Universi po të teston me durim dhe do të shpërblej për çdo moment që nuk u dorëzove. Në fund të javës së dytë, pritet një lajm që ndryshon drejtimin e një marrëveshjeje ose një mundësie pune. Ky nëntor do të tregojë se pasuria s'është vetëm në xhep, por në shpirtin që s'ndalet. Mos e haro, çdo bekim po vjen në heshtje. Binjakët, energjia e nëntorit për ty është elektrike, binjak. Do ndihesh më i frymëzuar, më krijues dhe më i guximshëm se kurrë. Në punë, idetë që dikur i kishe lënë pezull mund të sjellin fitime reale nëse i vepron tani. Universi po hap kanalet e komunikimit, ndaj mos u frikso të flasësh, të prezantosh, të negokosh. Në dashuri, do zbulosh se dikush që se prisje ka ndjenja të sinqerta për ty. Dhe kjo mund të ndryshojë rrjedhën e muajit. Në financa, një mundësi e jashtme ose online mund të befasojë. Mos e injoro, sepse mund të jetë fillimi i diçkaje shumë më të madhe. Në fund të muajit, fati kthehet fuqishëm në anën tënde. Ky është nëntori ku fjala jote ka peshën e arit dhe mendja jote krijon realitetin. Mos haro. Ajo që thua, bëhet. Gaforia. Nëntori për ty është i butë, por i thellë emocionalisht. Universi po të ndihmon të kuptosh vlerën e vërtetë të sigurisë shpirtërore dhe materiale. Në financa, stabiliteti po afrohet, por kërkon që ti të mos ushqesh më frikën nga mungesa. Në punë, një figurë e re ose bashkëpunim i papritur mund të sjellë ndryshim të madh. Në dashuri, ndjenjat thellohen, mund të ndjesh afërsi shpirtërore me dikë që të ka munguar shumë. Në fund të javës së parë, një sinjal financiar mund të vijë nga një burim që se prisje. Një bonus, një rimbursim ose një ndihmë.
Në përgjithësi, nëntori është muaji i bekimeve të heshtura për ty. Universi po punon pas krahëve për të dhënë atë që e ke kërkuar me zemër, jo me ego. Mos haro. Çdo gjë që e pret me qetësi, vjen me siguri. Luani. Ky është muaji ku do ndriçosh sërish, luani. Pas periudhave të ngarkuara, nëntori të sjell energji të re, optimizëm dhe fat në çdo fushë. Në punë, një mundësi për promovim ose një projekt i madh mund të vendosë në qendër të vëmendjes. Në financa, yjet të japin shenjën e bollëkut, por me kusht që të mos shpenzosh për egon, por për qëllimin. Në dashuri, një person mund të admirojë në heshtje, nëse je në çift, mund të rizbuloni pasionin. Universi po të shpërblen për durimin dhe besimin që se ke humbur. Në fund të muajit, një udhëtim ose ofertë nga jashtë do të hap një rrugë të re. Ky është momenti yt për të thënë: unë nuk pres më fatin. Unë jam vetë fati. Mos haro. Çdo vendim që merr në nëntor është gur themeli për vitin që vjen. Virgjëresha. Nëntori vjen për ty si një dritare e madhe pasurie dhe përmirësimi, por kërkon vëmendje dhe vetbesim. Në punë do të ndjesh se përpjekjet që kanë kaluar pa vlerësim më në fund po japin fryt. Një projekt që e ke mbajtur fshehur mund të sjellë përfitime të papritura. Në financa, është momenti ideal për të ristrukturuar shpenzimet dhe për të vënë rregull. Universi po të dërgon sinjale përmes sinkronizimeve, çdo rastësi është udhëzim. Në dashuri, dikush do të afrohet me sinqeritet, por duhet të heqësh dorë nga analizimi i tepërt. Në fund të muajit, një vendim që lidhet me punën ose një udhëtim mund të hapë rrugë të reja. Nëntori të mëson se bollëku nuk lind nga kontrolli, por nga besimi. Mos haro, kur hap dorën, universi e mbush me dhuratat që ke kërkuar në heshtje. Peshorja. Ky muaj të vë në qendër të një transformimi financiar dhe emocional. Në punë, një mundësi që të kishte shpëtuar më parë do rikthehet me intensitet të ri. Është koha të kërkosh atë që meriton, mos u fshe më pas modestisë. Në dashuri, ndjenjat thellohen dhe një person që ka qëndruar në distancë mund të rikthehet me energji të sinqertë. Në financa, një investim ose ide e vjetër mund të sjellë fitime reale. Nëse ndihesh i pasigurt, kujto. Universi po teston besimin tënd përpara se të japë bollëkun. Në fund të muajit, yjet paralajmërojnë një ndryshim në mënyrën si e percepton suksesin, më pak frikë, më shumë vlerësim për veten. Mos e haro. Kur vlerëson veten, edhe bota të vlerëson ndryshe. Nëntori të sjell përparim në çdo aspekt, mjafton të besosh në peshën e shpirtit tënd. Akrepi. Akrepi hyn në nëntor me një valë të fuqishme energjie. Kjo është periudha e rilindjes tënde financiare dhe emocionale. Në punë mund të përballesh me zgjedhje të vështira, por çdo sfidë është derë drejt rritjes. Universi po të detyron të heqësh dorë nga kontrolli dhe të lejosh rrjedhën e jetës të udhëheqë. Në dashuri, ndjeshmëria jote rritet, mund të zbulosh ndjenja të thella që ke fshehur edhe nga vetja. Në financa do të ndodhin ndryshime që të trondisin, por më pas do kuptosh se ishin nevojë për evolucion. Në fund të muajit, një lajm i madh mund të befasojë pozitivisht. Ndoshta një ofertë, një mundësi fitimi ose një shpërblim. Ky nëntor është prova që të tregon se kur digjesh për diçka me pasion, universi e kthen flakën tënde në ar. Mos haro. Ndoshta nuk ke humbur asgjë. Thjesht po rilind në një nivel më të lartë. Shigjetari. Nëntori është për ty muaji i fatit të pastër, shigjetar. Në punë, gjithçka që ke ndërtuar me durim do të shpërblehet.
një ofertë ose bashkëpunim nga jashtë do të hapë një kapitull të ri. Në financa, yjet tregojnë rritje graduale, por të qëndrueshme. Si një rrjedhë e qetë që të çon drejt suksesit. Në dashuri, një lidhje që ka qenë në hije mund të rikthehet me pasion të fortë. Universi të shtyn të marrësh rrezik të mençur, jo të verbër. Në fund të muajit mund të marrësh një mesazh që ndryshon gjithçka. Ky është nëntori ku do të kuptosh se fati i mirë nuk vjen rastësisht. E tërheq kur je në harmoni me shpirtin. Mos haro. Çdo gëzim që jep, kthehet në bekim financiar. Bricjapi. Nëntori për ty është një stinë e thellë e realizimeve, bricjap. Pas një periudhe lodhjeje, do të ndjesh se drita po kthehet ngadalë. Në punë mund të marrësh një përgjigje që ke pritur prej muajsh dhe do jetë pozitive. Në financa, një mundësi e re ose një bashkëpunim mund të hapë burime të reja fitimi. Universi po të shpërblen për durimin dhe përpjekjet që askush si pa. Në dashuri, marrëdhëniet stabilizohen, por kërkohet komunikim i ndershëm. Në fund të muajit, një vendim i guximshëm mund të të çojë drejt një rruge krejt të re. Nëntori është muaji ku ngjitesh shkallë pas shkallë drejt suksesit që e ke ndërtuar me mund. Mos haro. Kur nuk dorëzohesh, edhe universi detyrohet të të hapë rrugë. Ujori. Për ty, nëntori vjen si një frymëmarrje lirie dhe pasurie. Pas muajsh të lodhshëm, tani energjia e shpërblimit po të gjen. Në punë, do të ndjesh se mundësitë e reja po shfaqen si me magji. Në financa, mund të vijë një pagesë e pritur ose një fitim që të jep stabilitet. Në dashuri, një lidhje e ndërlikuar mund të marrë kthes pozitive. Universi të nxit të mos kesh frikë të shfaqesh veten. Sepse pikërisht autenticiteti yt do të çojë në sukses. Në fund të muajit, një udhëtim ose ftesë nga dikush i veçantë mund të hapë një derë të re. Ky është nëntori ku çdo ëndër që guxon ta thuash me zë, nis të marrë formë. Peshqit, nëntori të ndriçon me qetësi, si një dritë që vjen nga brenda. Universi të ka zgjedhur për një periudhë reflektimi që do të sjellë stabilitet në fushën e parave dhe dashurisë. Në punë, intuita jote është busulla më e sigurt. Dëgjoje. Nëse një rrugë mbyllet, është sepse një më e mirë po hapet. Në financa, një ide krijuese mund të bëhet burim fitimi real. Në dashuri, ndjenjat thellohen, një marrëdhënie shpirtërore po zhvillohet drejt diçkaje më të qëndrueshme. Në fund të muajit, do të ndjesh një shpërblim të brendshëm për durimin që ke pasur. Mos haro. Kur fal energjinë tënde me dashuri, universi e kthen në pasuri të vërtetë. Nëntori është muaji ku qetësia jote bëhet magnet për fatin. Nëntori është muaji ku çdo shpirt teston veten përmes besimit. Mos kërko shenjat. Bëhu ti vetë shenja që universi kërkon të shohë. Paratë, dashuria dhe fati po afrohen për ata që kanë zemër të pastër dhe mendje të hapur. Shkruaj në komente. Jam gati për bekimet e nëntorit. Abonohu në zëri i universit dhe mos haro. Universi nuk të haron kur, ai pret vetëm që ti të thuash. Jam gati të marr.